Ky është horoskopi për datën 22 janar 2026. Për pyetje apo komente, shkruani në fund të videos. Faleminderit. Dashi. Kjo ditë të fton të ngadalësosh ritmin dhe të reflektosh mbi drejtimin që po merr jeta jote. Energjia e sotme nuk është për veprime impulsive, por për rregullim strategjie. Në punë mund të dalë një ide që ka nevojë për kohë që të piqet. Mos u nxit të japësh përgjigje të menjëhershme njerëzve. Bashkëpunimet kërkojnë durim dhe dëgjim aktiv. Në aspekti financiar do të shmangni shpenzimet e nxituara, sidomos shpenzimet që lidhen me imazhin apo për status. Sot fitoni më shumë duke ruajtur sesa duke rrezikuar. Në marrëdhëniet në çift, komunikimi i sinqert do të jetë çelësi. Një bisedë e qetë mund të zgjidhë një keqkuptim të vjetër që e mbartni prej kohësh. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush që ka mendim të pavarur dhe është unik. Emocionalisht keni nevojë për hapësirë personale. Aktiviteti fizik i lehtë ose një shëtitje e vetmuar do t'ju ndihmojë në balancim. Demi. 22 janari sill fokus në vlerat personale dhe qëndrueshmërinë. Në punë kërkohet përkushtim dhe të jeni metodik. Rezultatet vijnë nga këmbgulja, jo nga ndryshimet e shpejta të pamenduara. Një detaj i vogël mund të bëjë diferencën për suksesin tuaj sot. Financiarisht është një ditë e mirë për planifikim afatgjatë, kursime ose rishikim kontratash. Mos u ndikoni nga premtime për fitime të shpejta. Në dashuri kërkoni siguri emocionale. Nëse jeni në një lidhje, vlerësojini gjestet e thjeshta dhe stabilitetin që keni ndërtuar deri tani. Nga ana tjetër, beqarët do të tërhiqen nga dikush që ju ofron qetësi dhe besueshmëri e nuk kanë më kohë për drama. Emocionet tuaja janë të thella, por të kontrolluara. Krijimtaria praktike, si gatimi të marrit me gjëra artizanale apo muzika, do t'ju ndihmojë të shprehni atë që nuk e thoni lehtë. Dita favorizon vetbesim. Binjakët. Kjo është një ditë e mbushur me ide dhe komunikim për binjakët. Mendja juaj është aktive dhe gjen lidhje aty ku të tjerët nuk i shohin. Në punë, prezantimet, shkrimi apo negociatat do të jenë të favorizuara. Kujdes vetëm të mos shpërndaheni në shumë drejtime njëkohësisht. Financat kërkojnë qartësi. Kontrollojeni mirë informacionin përpara se të merrni vendime. Në marrëdhënie fjalët do të kenë shumë peshë. Një mesazh, bisedë ose takim spontan mund të ndryshojë tërësisht dinamikën e lidhjes suaj. Në çift, ndarja e ideve ju forcon më tej lidhjen. Nga ana tjetër, beqarët kanë shanse për njohje interesante përmes rrjeteve sociale ose udhëtimeve të shkurtra. Emocionalisht keni nevojë për stimulim mendor. Leximi, mësimi i diçkaje të re ose debatet konstruktive ju mbajnë në ekuilibër. Kjo ditë ju kujton se liria mendore është paqë e rëndësishme sa ajo fizike. Gaforja. Energjia e ditës ju shtyn drejt botës suaj të brendshme. Në punë, intuita do të jetë aleati kryesor. Dëgjojini ndjesitë dhe parandjenjat nëse merrni vendime. Mund të ndiheni më emocional ndaj kritikave, prandaj duhet të ruani kufit. Financiarisht është ditë për kujdes dhe një menaxhim të mençur të burimeve tuaja financiare. Në dashuri kërkoni lidhje të thella dhe të sigurta. Në çift, mbështetja emocionale do ta forcojë më tej besimin tek partneri apo partnerja, ndërsa beqarët do të ndihen të tërhequr nga dikush që i kupton përndjeshmërinë e tyre. Kujdesi për veten do të jetë thelbësor. Pushimi, meditimi ose koha pranë ujit ju ndihmon të ruani ekuilibrin. Dita favorizon shërim emocional dhe ndërtimin e sigurisë së brendshme. Luani. Kjo ditë vë theksin të marrëdhëniet e tua me të tjerët, si personale ashtu dhe profesionale. Mund të ndihesh sikur të gjithë kërkojnë diçka prej teje, por jo të gjithë janë të qartë në qëllimet e tyre. Është e rëndësishme të mos reagosh impulsivisht, sidomos nëse ndjen se autoriteti yt po vihet në dyshim. Sot fiton ai që di të dëgjoj po aq mirë sa të flas. Në punë, një bashkëpunim ose marrëveshje kërkon rinegocim. Mos u friksoni të vendosni kufi. Kjo nuk do të thotë bazë për konflikt, por më shumë qartësi. Në dashuri, marrëdhëniet kërkojnë sinqeritet emocional. Nëse jeni në një lidhje, partneri mund të presë më shumë përfshirje ose vëmendje nga ana juaj.
Për luanët beqar, një njohje e re mund të vijë përmes një bisede të thellë, jo për shtypjeve sipërfaqësore. Shëndeti është i mirë, por duhet të gjeni kohë për pushim dhe të largoheni nga dramat e panevojshme. Virgjëresha, kjo ditë të fton të ndalesh dhe të shikosh me kujdes detajet e jetës tënde, sepse aty fshihen përgjigjet që ke kërkuar. Mendja jote analitike është shumë aktive dhe arrin të dallojë gjëra që të tjerët i shpërfillin. Është një moment ideal për të rregulluar çështje praktike, dokumente, plane pune ose një rutinë personale që nuk të shërben më. Në aspektin profesional, mund të përballesh me një përgjegjësi shtesë ose detyrë që kërkon përpikmëri maksimale. Mos u frikso, kjo është pikërisht fusha ku ti shkëlqen. Kujdes të mos e mbingarkosh veten me perfeksionizëm. Në dashuri, virgjëreshës, dita i sjell nevojën për qartësi. Nëse jeni në një lidhje, bisedat e sinqerta janë çelësi për të shmangur keqkuptimet. Nëse jeni beqar, mund të ndiheni të rezervuar, por një njohje e re nis ngadalë dhe me themele të forta. Shëndeti është i mirë, trupi juaj ju flet, duhet ta dëgjoni me kujdes. Peshorja. Kjo ditë të sfidon të gjesh balancën e vërtet mes asaj që ndjen dhe asaj që është e drejtë për ty. Mund të ndihesh e ndarë mes dy zgjedhjeve, por përgjigja nuk vjen nga të tjerët, por vjen nga brenda teje. Në punë, bashkëpunimi do të jetë fjalë kyçe. Idetë tuaja vlerësohen, sidomos nëse i shprehni me diplomaci. Mos e nënvlerësoni ndikimin që keni tek të tjerët. Sot fjala juaj ka peshë më të madhe se zakonisht. Në dashuri, marrëdhëniet kërkojnë barazi. Nëse ndjeni se po jepni më shumë se sa merrni, është koha të flisni hapur me partnerin tuaj. Beqarët mund të rrishen nga dikush që ka një energji të qetë, por shumë të thellë emocionale. Ju keni nevojë për harmoni sot. Një shëtitje, art apo muzikë do t'ju ndihmojë të riktheni qetësinë tuaj të brendshme. Akrepi. Energjia e kësaj dite është intensive për ju. Ndiheni gjërat më thellë se zakonisht, dhe kjo mund t'ju çojë drejt një zbulimi të rëndësishëm personal. Është një ditë e mirë për të lënë pas diçka që nuk ju shërben më, qoftë një mendim, një frikë apo një lidhje të vjetër. Në punë, mund të përballeni me sfida që kërkojnë vendosmëri nga ju. Mos u tërhiqni, ju e keni aftësinë për t'i përballuar edhe situatat më të ndërlikuara dhe të vështira. Intuita juaj është shumë e fortë sot dhe ju udhëheq të merrni vendimet e duhura. Në dashuri, pasioni është shumë i theksuar. Marrëdhëniet bëhen më të thella, por edhe më të ndjeshme. Kujdes nga xhelozia e tepruar ose kontrolli. Beqarët nga ana tjetër mund të tërhiqen nga një person misterioz, por do t'ju duhet shumë kohë të ndërtoni besim. Kjo është dita ideale për reflektim, meditim ose të shkruani mendimet tuaja. Transformimi juaj fillon nga brenda. Shigjetari. Kjo ditë ju nxit të shkoni përtej kufive tuaj të zakonshëm. Mendja juaj është e hapur ndaj ideve të reja dhe doni të mësoni, të eksploroni e të kuptoni më shumë. Është një moment shumë i mirë të bëni planifikime afatgjata dhe të vendosni qëllime të reja, qoftë në aspektin personal dhe në atë profesional. Në punë mund të shfaqen mundësi që lidhen me udhëtime, studime ose bashkëpunime të reja, ndoshta edhe jashtë vendit. Mos u ngutni, por as mos i shpërfillni ato. Analizojini këto mundësi dhe veproni me optimizëm e maturi. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë thelbësor. Keni nevojë për liri emocionale dhe një partner që e respekton hapësirën tuaj. Beqarët nga ana tjetër mund të njohin dikë përmes një bisede interesante në një ambient të ri. Energjia juaj është e mirë, por kujdes të mos e teproni. Balanconi aktivitetin me pushimin. Bricjapi. Kjo është një ditë ku bricjapi ndihet i fokusuar dhe më i vendosur se zakonisht. Përgjegjësitë nuk ju trembin, përkundrazi, ju motivojnë. Çdo hap që hidhni sot do të ketë ndikim afatgjat. Në punë, përpjekjet tuaja fillojnë të japin rezultate. Edhe nëse nuk merrni me një herë vlerësimin që meritoni, mos u demoralizoni, jeni në rrugën e duhur. Disiplina juaj është shpeshherë shembull për të tjerët që ju rrethojnë. Në dashuri do të kërkoni siguri dhe seriozitet. Marrëdhëniet e qëndrueshme do të forcohen më tej, ndërsa marrëdhëniet e paqarta sot do të testohen.
Beqarët do të rishen nga dikush i pjekur dhe i besueshëm. Mos harroni të kujdeseni për veten edhe emocionalisht përveç se fizikisht. Pushimi juaj dhe koha për veten nuk është dobësi, por është domosdoshmëri. Ujori. Dita sjell për ujorin frymëzim dhe dëshirë për të qenë vetvetja pa bërë kompromise. Idetë tuaja janë të veçanta dhe sot mund të gjejnë terrenin e duhur për të shprehur. Në punë, mendimi juaj ndryshe ju ndihmon të zgjidhni probleme në mënyrë kreative dhe origjinale. Bashkëpunimet do të jenë të favorshme, sidomos me njerëz që ndajnë të njëjtin vizion si ju. Në dashuri keni nevojë për lidhje që respektojnë individualitetin e ujorit. Nëse jeni në një marrëdhënie, hapësira personale do të fitojë një rëndësi të veçantë sot. Beqarët nga ana tjetër mund të përjetojnë një tërheqje të papritur, por elektrizuese. Duhet të bëjnë hapa të matur dhe të menduar mirë, e të mos dorëzohen menjëherë në ndjenja. Emocionalisht, dita kërkon sinqeritet me veten. Mos u përpiqni të përshtateni vetëm për të kënaqur të tjerët. Peshqit. Kjo ditë është shumë e fuqishme për peshqit. Intuita juaj do të jetë e mprehtë dhe do t'ju udhëheqë drejt situatave ose njerëzve që rezonojnë me shpirtin tuaj. Në punë, krijimtaria do të jetë pika juaj e fortë. Edhe pse mund të ndiheni pak të shpërqendruar, idetë që ju lindin sot kanë potencial shumë të madh nëse vendosni t'i strukturoni ato. Në dashuri, ndjenja do të jenë të thella dhe ju do të kërkoni një lidhje emocionale të vërtetë. Marrëdhëniet do të forcohen më tej përmes empatisë dhe mirëkuptimit. Nga ana tjetër, beqarët mund të ndjejnë një lidhje të veçantë që do të lindë në mënyrë të butë, të papritur, por shumë domethënëse, dhe do të transformohet në diçka të vërtetë. Kujdes duhet të bëni me lodhjen emocionale. Merrni kohë për veten, për qetësi. Shpirti juaj, ashtu si trupi, ka nevojë për paqe dhe relaks. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni videot tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.